Po prandaj kemi historinë çfarë kemi ne. Individualisht kemi pasur në çdo perandori, prej romakëve deri te turqit, edhe ma vonë nëse doni këtë shekullin e fundit, njerëz të cilët individualisht kanë përparuar për ato qëllimet e tyre e tjera, ose grupore, ose partijake, por jo kolektivisht nuk kemi qenë sa duhet organizuar. Po flasim për ujë. Uji është edhe çështje e lidhur me investime të mëdha strategjike, me plane strategjike, me investime kapitale, sepse Kosova nuk ka ujë. Kjo nuk do të thotë që komunat veçanërisht veç e veç nuk kanë mund të zgjidhin qoftë edhe me ujin toksor disa probleme, por është çështje strategjike. Ne asnjë qeveri, ama bash asnjë deri më tash, nuk ka bë një strategji të zhvillimit ekonomik të mirëfillt, ku natyrisht burimet e ujit, me që nuk i kemi të mjaftuara të lumejve kështu, zhdasht me këto akumulimet, me liqejt akumulus. Janë premtua këto, profesor? Janë premtua, po keni për shembull Lepencin, që sa vite është krahas Ibrit, ka mbet anash. Ai do të rregullonte një pjesë të madhe të komunave me ujë, furnizim. Keni Biraqin atje në Suarek, i planifikuar mbi 40 vjet, ndoshta edhe më shumë. Keni në Kuqic këtu në Drenic, po ashtu që ka mundësi disa projekte flasin që ka mundësi të lidhet edhe një pjesë nga uji kur mungonte, kur do të mungonte ujmbledhësi aty eventualisht, ose do zvogloj nga ujmani që është i mjaftueshëm. E kështu me radhë, ka gjithandej edhe nga Llapi edhe troje tjera të Kosovës, nuk ka harmonizim të politikave, prandaj me të drejtë profesori po thotë edhe të tjerët, këtu që përgjithësia është e partive politike të cilat edhe kanë udhëhequr deri tash të gjitha, këto të mëdha në nivel qendror edhe kanë pasur, varësisht prej situatave, cikleve zgjedhore, kanë pasur njerëz të tyre nëpër komuna. Po as atje, as këtë nivel nuk kanë koordinuar, nuk ka bashkëpunim, nuk ka gatishmëri që harmonizohen, po polarizime. Polarizimi. Në Shkodra, e tha profesori pak më herët që në këtë fushat kemi parë programe që edhe nuk të kanë bindë përgjithsisht. Por megjithatë ka pas disa kandidat në komunat të ndryshme, partive të ndryshme, që kanë qenë goxha konkret në projektet e tyre. A ke ndonjë në mend që realisht kur ke ndëgjuar programin e tij ose saj, ke thënë që po, këto janë projekte konkrete, konform kërkesave dhe nevojave të qytetarëve? Është që, Suka, kjo fushat është karakterizuar me një mos interesim të qytetarëve në tërësi. Pa dallim për gjithë kështu. Pa dallim tash. Ose është ndoshta është edhe në format e të bërit fushat, se janë bërë shumë edhe në rrjetet sociale. Çdo parim ka përjashtim, domethënë atë këtë mund të ketë pas diçka domethënë më interesante ose qytetarët kanë zgjuar më shumë pak interesim